Unë gjykoj këtë si përshim. Qofse opozita nuk bën luftë në Tiranë, ku do bëj luftë? Ku qofë? Që vlerë ka? Prandaj po them që lufta bëhet në Tiranë, tu vjen mesazhi, jo vetëm i numrit votave, po edhe mesazhi politik. Se Tirana nuk është se votohet kryetari i bashkisë, se nuk është drejtor komunal, ja do i bëj rrugët më drejtë, do t'i bëj atje. Tiranë votohet që a mundim qeverin apo jo. Qofse se mund Tiranë, s'kam vlerë tjera. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që shanset e opozitës janë në Tiranë. Dhe me thënë, njerëzit që nuk duan qeverin, shumica janë në Tiranë. Tash zotësia e opozitës është që të vej njerëzit, ato që duhen për qenë, bëj fushatën si duhet, për të qenë, t'i afroj një shpresë, një betim, qytetarëve që ai që do vendoset për Bashkinë e Tiranës, nuk është thjesht shërbëtori i Berishës, edhe ushtari PD, por është përfaqësuesi i madh opozitar i qytetit, që të shkojë për të mundë Edi Ramën, jo Manastirlion, që thonë jo.